shpirti ty, zemra jonë, ndjenja tona. Askush më mirë se sa ne vetë nuk mund t'i kuptojmë ndjenjë, sigurisht është e natyrshme që të tjerët na keq kuptojnë. Sa bukur e tha Afrodit, territori jonë është trupi jonë, janë ndjenja tona, mendimet tona, qenja jonë. Ajo që ka na jemi, ajo që ka na përfaqësojnë. Dhe në momentin që kjo qenja jonë cënohet në çfarë do forme dhe prej kujt do, ne jemi ata të cilët e kemi obligim vetën tonë me mbrojt. Është njëjtë si kur dikush me armë të lëndu fizikisht, është obligimi joti me mbrojt. Kur po them me mbrojt veten, me marrë gjitha masat, nëse ti nuk ke forcë ose pushtet me u kundërvy, mundesh me kërku ndihmë. Strat policinë, aliatët. Do thonë, njëjtë edhe në aspektin emocional, nëse dikush po të dëmton emocionalisht, gjithmonë ka diçka që mundesh me bo. Mundesh në një formë, mundesh edhe me u tërheq prej një situate të tillë, mundesh me lëshu rrugë, mundesh gjithmonë ka një zgjidhje, të cilën ndoshta nuk e ke mendu, por gjithmonë ekziston një rrugdalje, nuk ka situatë ku nuk ka zgjidhje. Vetëm që mendja jonë ndonjëherë fiksohet në një formë dhe dëshiron që ta bëj zgjidhjen vetëm në atë formë. Për shembull, veç me mirësjellje na doj me i rujt raportet e shëndosha. Po, mund të rush një raport shëndosh me mirësjellje nëse edhe tjetri është i sjellshëm. Ti ulesh, diskuton, sqarohesh, nuk e merr personale. Por me një njeri i cili është narcist, për shembull, me një dhunues, me një person që qëllimisht ka qëllim me të dëmtu ty, nuk mundesh me mirësjellje. Atij duhet t'i tregosh kufit. Pra, kujdesi fillimisht për mirëqenien tonë e më pas për të tjerët,